إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashurit e mi, vëllezër xhamatli, të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë me drejt Allahut dhul Xhelal. I lutëm, i përgjerohem madhnisti. Në këtë ditë bekume të madhnume, ne i kemi dy ngjarje të jashtëzakonshme që neve na bëhet zemra mal, e na qetësohet shpirti tu e përmend Allahun, e na rritën vlerat tona nëse ne i përkushtohemi me seriozisht dhe sinqerisht Allahut në ditën e Xuma, e cila është një tubim madhështor për gjithë besimtarët tanë, por kur koincidon tani pastaj edhe dita e Xuma me Xumën e parë të muajit shenjtë Ramazan, është hala ma interesante për kushtimi jonë ndaj Allahut. E për këtë arsye të dashurit e mi, me vëmendjen e juaj, edhe me sinqeritetin e juaj, ne duke e përkujtuar Allahun, duke marrë mësime prej të Madhit Zot në këtë muaj të bekum, neve na bëhet më lehtë për kushtimi jonë drejt rrugës Allahut, duke pas parasysh se jemi duke jetuar në një kohë kur antivlerat kanë marrë një hyjim të rrezikshëm, të jashtëzakonshëm ndaj vlerave. Mirë po ju e dini se Allahu dhul Xhelal me Kur'an ka thënë: "Wama baddalu tabdila", nuk ndrohen. E mira kur nuk bëhet e keqe. Tradhtia kur nuk bëhet heroizëm. Heroizmi kur nuk ka mundësi të trajtohet për tradhti, deri në ditën e Kiametit. Edhe të njëjtën kohë të dashurit e mi, këto do të qëndrojnë ball për ball, edhe lumi ai i cili rreshtohet me të vërtetën, e mirë për atë i cili e ka synu të bëhet i Zoti pa Zotin. Mos harroni, ai njeri i cili synon të bëhet i Zoti pa Zotin, ai ka me dështu. Për këtë arsye, shumë programe, shumë hulumtime, shumë analiza e vren të dashurit e mi që plot njerëz, plot amadje dhe akademi edhe universitete më prestigjioze janë duke e studiu një fenomen i cili ka lind tashmë, që fëmijët nuk ngojnë, as nuk ngojnë mësues, as nuk ngojnë bab, as nuk ngojnë non, as nuk kanë ner, as nuk kanë respekt. Për ka lind ky rebelim i fëmijëve tanë përballë njerëzve tanë, përballë familjarëve tanë, përballë shtetit tonë, përballë institucioneve tona. Kështu vëllezër të dashur është një breng e cila neve duhet të na brengos. Madje e ndëgjoja një program edhe kështu pa dashje u bëra pjesë atij programi, dje u zhvillu në një prej televizioneve të Kosovës tonë, edhe e ndëgjoja me kurreshtje. Fëmia në shtëpi nuk ngon. Fëmija në shkollë nuk ngon, bullizëm ta i thojnë, do më thonë edhunon psikikisht, fizikisht, shoku shokun, madje kanë morë guxim fëmija, mësuesit i bjen, madje kanë morë guxim, i lojnë prindrit vetë, madje kanë morë guxim me bosh prehina të devijante që të kaluarën e aftë, nuk është larë kjo punë, na dhe fëmi kur kemi qenë, mësuesin e keponin në rrugë, prej marrës, prej turpit, prej respektit, te ke ndru rrugën nëse nuk e pas guxim me përshëndet me thonë mirë dita ose mirë mëngjesi. Për këtë arsye, e tëra kjo ndërtohet ky fenomen devijant, që është fatkeqësi e kohës të dashurit e mi, se na në këtë çerek shekulli, jo veç na këtu, në vendin tonë dhe atë dheun tonë, për shumicën absolute të vendeve, na fatkeqësisht jemi në ombrellën atij ajetit në surën El Bekare, ajeti 41. Se tash fillojmë me bohat me Kur'anin intensivisht se jemi në Ramazan, e duke lexuar çet ajet, mu kujtu gjendja jone popullit tonë, u pasqyru, jo veç e jonja këtu, po në përgjithësi.
Tha Allahu me Kur'an ju drejtu Benu Israilve në kohën e Musës a.s. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. Shqipi vjen, mos e shitni brefene juj për pak sene. Mos e shitni, tha Allahu. Mos e shitni burnin e juj, mos e shitni trimnin e juj, identitetin e juj, historin e juj. Mos e shitni, mos e tjetërsani. Mos gabani. Se veprat e juja, sikur Zoti don me thonë, veprat e juja marrin formë në bazë njetit juj. Ata në perëndim e thonë në bazë ndërgjegjes të juj. Prandaj kur bashkohet njeti i pastër, ndërgjegja e drejtë, njeriu bëhet i pathyeshëm, pavarësisht çfarë do rrethone është. E pse gjithë ky rebelim që është duke prezantuar në shoqëritë tona, në veçantitë na që për neve shumë e madhe kjo punë, fëmia me të rebelu, nxënësi mos me mësu, nxënësi me marr guxim e mësuesin me sulmu. Po kjo është kap, kjo është ugorzi, kjo është lajm katastrofik. Kujna dojna me alona Kosovën? Për kënë na kena sakrifiku nëse fëmijët e tanë nuk janë në gjendje me i marrë gjitha këto përgjithësi. Nesër 15 vjeçari, shumë shpejt pas një dekade, 2 dekade, ka më konë 30 vjeçari. Andaj vllazën të dashur, krejt problemi është përgjigja e këtyre problemeve që ne sot po ballafaqohemi është se na po dojna me mojt shtet pa Zot. Na po dojna me mojt vllazën të dashur shtëpi pa Zot. O pa Zotin, si e i Zoti, si e kërkushe. Prandaj Allahu te bareke u taala po do me na tregu bëhuni të vërtet, edhe në fund ajetit po thot o iyaja fattaqun. Veç mu thot ma keni dron. Mu ma keni dron. Të dashurit e mi thuhet që në kohën e Musës a.s. Musa a.s. ka smuni ditë. Edhe i thot Zotit, shumë jam smut, o i madhi Allah. Allahu dhul Gjelal e mëson, thot filan malin është një pemë. Merri gjethet asoj pemë, zi edhe pijet a uj me emën të Zotit. Ki mu shëru, ki mu shtrengu, ki mu forcu. Edhe Musa a.s. shkon të ajmal, edhe e merr ato gjethet asoj pemë, edhe i zin e pin ata uj. Mas një kohë vllazën të dashur, Musa a.s. mas i u shëru herën e parë, të njëjtën kohë, mas një kohë relative, u smu prap. Edhe shkoj të njëjta pemë, i mori ato gjethe, e përdori ata lang, e përdori atë ilaç, nuk ka efekt. Pe i qonë durët, pe e pyet Allahun, Musa a.s. e ka pas një cilësi që rrallë kush për pejgamberve ka pas. Mos harroni këto. Ka fol me Allahun kur ka dasht Musa a.s. Edhe pe vetë Allahun. O Allah, une e përdora ilaçin herën e parë, më shëraj, u shërova, u shtrëngova, u forcova, më kaloj kë vorbull i kësoj smuje që e përjetova. Atëherë herën e dytë tha, të njëjtën procedurë e realizova, por asgjë nuk u përmirësun trupin tem. A dini vllazën çfarë tha Allahu azza wa jall? Herën e parë tha Musa e shku me mu. A herën e dytë tha e ke lyp ilaçin pa mu. Herën e parë e ke fitu ilaçin, të ka bo hajër. A herën e dytë e ke kërku ilaçin pa mu. Edhe na vllazën, po dojna me përjetu lirin pa Allahun. Po dojna me ndërtu institucionet të drejta pa Allahun, pa mësimet e Allahut. Nuk ka me ecë për para pa Allahun. Për këtë arsye, pse na e kena harru luftën? Pse na e kena harru të bomat e Serboslave që na kanë godit? Sepse na leqe e kemi harru, por të njëjtën kohë jemi duke u bashkangjit fatkeqësisht një pjesë e madhe në atë që e dëshirojnë armisht e këtij populli. Cila është aja? Me tjetërsu historinë. Se na hënë dënë shqiptarët, e kena bon historinë. E kena shkribe gjithë shka që kena pas për të mirën gjithë mbashme. Kur ardhë puna me shkru, të tjertë na e kanë shkru. Na nuk e kena shkru. Andaj sot ka ardhë kua ku na edhe kemi bon, edhe kemi kriju, me vepra tona, normal, me ndihmën e Allahut, në fillim e mbarim, mirë po na duhet edhe vetë me shkru.
Na duhet me rujt. Fjala më e njërë tek pleqt e të plaka që e nin është mos na raft me harru. Pse vllazni mos na raft me harru? Po kjo fjalë është imanore, kjo buron për imanit. Kjo fjalë buron prej haditheve të pejgamberit alayhis salatu selam. Sepse ti kur e harron, Allahu prapë të sprovon. E sprovën na nuk mundun vetet me ja zgjedh. As provat na i zgjedh Allahu e pastaj vllazën të dashur na duhet mu përshtatë ndaj sprovës, sikurse që i përshtatemi me tesha pranë stineve të vitit. Është dime, du të mu vesh trash, është verë, du të mu vesh mahall. Na duhet tani pastaj mu përshtatë. E pse na mu përdorit 2-3 herë, tu kanë të dashurit e mi me marrë mësim edhe nasihat, e kemi mundësinë e artë, jemi në Ramazan. Na me ja ditë vlerën këtij muajit në vazhdimsi i qëndrojmë besnik të fjalës Zotit madhnueshëm dhe kërkojmë ndihmën e tij. Allahu te bareku taala nuk e ka sjell njeriu për me ngarku. I madhi Zot e ka sjell njeriu në këtë botë për me konë mbret. Ej, Zoti i madh, njeri pi thot ti je zavend si jam në tokë. Ti je zavend si jam në tokë. Edhe sa shumë është interesant, kur është njeri i drejt, kurrën e kurrës e gërsira nuk e sulmon njerin. Është vërtetuar shkencëtarisht. Kur leoni, as elefanti, as tigri nuk e sulmon njerin, kur ai është barkën ngopur. Ai bile kur e ka barkun e ngopur, mish grënset e gërsirat, ai ik pi njerit. Allahu alem, në syt e atyre e gërsirave, çush duket njeri? Çush duket njeri? Për që ta ik. E tash, pse në kohën e Omer ibn Abdul Azizit, që llogaritet një prej halifeve më të drejta të muslimanëve, kam pas institucion digaster të shtetit mu kujdes për çka? Për shtazët në për pyjet e largëta, në për viset ku nuk preket komba e njerit, o çdo shteti mu kujdes. Kur nuk ka ndodh kopet e deleve as të deveve mu sulmu pe ujqve. Qatë dit, kur ka ndru jetë Omeri biri Abdul Azizit, o sulmu kopeja e një blegëtori, edhe aj në atë kohë s'ka ekzistu interneti, as ky komunikim që është teknologjik, modern, e sofistikum, aj kur orë të shpia ka thonë u dekë mreti muslimanve. Ka pedinti, ka e mërë e veshte, thot se mi sulmum, thot, ujqit kopen, se ata që në konë të përgjetshëm për me i ufru ushqim e gërsirave, jënë vënu e ujqit kopen e devleve edhe të deveve ma kanë sulmu. Shikoni vllazën sa është precize kjo çështje. Prandaj Zoti ta ka dhënë ty një përgjithësi. Ruje, moje, kujtoje. Allahu Azza wa Jall, të dashurit e mi, shumë gjëra të bukura i ka dhuru njeriu në këtë botë. Shumë gjëra të mahnitshme me Islam Allahu Dhul Jalal e ka mbrojt njeriu. Aja o sjellë juve një shembull nga historia që shumica absolute e jonja, na vetë jemi ata që e kemi përjetu. Madje do duhet të shkruhej kjo me shkronjat e arta në historinë tonë të vatanit, e të kombit, e të lirisë, e të pavarësisë tonë. Për fatkeqësisht që 27 vite na jena liru nga zgjedhja serboslave dhe ende të dashurit e mi nuk mësojnë fëmija jonë për luftën e UÇK-s. Ende nuk mësojnë për masakrat që na i ka shkaktu regjimi Miloševićian, totalitar, fashist, serboslav, agresor dhe genocidial. Ende nuk mësojmë të dashurit e mi fëmija jonë se çka ka hije ky popull prej një genocidit pa parë prej vitit 1878 e deri në vitin 1999. Unë vesh një shembull, cilin tonë e dimi, të dashurit e mi, Ramazani, ngjinimi, syfyri, iftari, ky ibadet madhështor është bo sebeb që familja Jasharaj me shpetu prej sulmit barbar tinzar serboslav në të cilin asë dhe kësoj dite krenohemi se si u bo sebeb syfyri dhe namazi sabaj që aja familje mos mundëzon gjumë nga kriminal të arkanit. Po kjo do të më shkru me shkronja të arta, o vëlla.
Kjo do të mu trumbetu se ka hynë histori kjo punë. E na ik për historisë, pasaj unë po du me thonë këto para juve të rëq. Ne jemi duku ballafaqu me shumë rreziqe të mëdha për asimilim. A e dini vllazën të dashur? E para, neve po na insistuat që të përdorë dhe të keq përdorët feja për ne, por të njëjtën kohë prej neve po kërkohet që shqiptari tjetë vetëm shqiptari ju musliman. Të dy rryma radikale ekstremisht të cilat i bojnë zarar islamit edhe shqiptarit, shqiptarin nuk duhet mi pranu. Muslimane nuk bën mi pranu. Unë këto e tham me përgjithësi intelektuale. Unë këto e tham me përgjithësi intelektuale. Dikush mund të më thonë, e çka ka lidhje që kjo që pethu që tash, me atë ajetin atje që ka thonë Allahu benu Israelve mos e shetni fejnë e juve me përpak sen kësaj dynjoje. Ka shumë. Ata që na lypin neve, me konë veç musliman, edhe mu gjëvesh nga shqiptaria, ata e në kundër islamit. Valla billah tallah, mu gjëvesh nga historia, me u gjëvesh komplet ky besimtar i ri prej çdo elementi kombëtar, ata e në kundër islamit. Mos i ngoni ata. Ju lutëm për izat Zotit. Ata nuk janë të e kuptu realitetin e dinit islam. Feja ju nuk ka ardhur neve me na bo arab. As nuk na ka ardhur neve për me na bo turqi. Neve na ka ardhur feja ju me na bo besimtar të Allahut. Ati kuf shumë fal. Ti me plis, ai tjetri e ka atë shopkën tjetër, ai tjetri e ka ato, se cili mos mi po shtoq Allahu, që to e ka lyp Allahu. Në Bedr, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Bedr, tash e kena Bedrin për vjetorin e Bedrit. Na i kanë ardhur Resulullahit me 10 njerëz prej kabileve me flamurat ndryshëm. Me flamurat kabileve. E pse më rëvloja mi dashtu nuk dul pejgamberi alayhis salam i thonë atyne, që e keni marrë këtu simbole? Ato simbole të kabileve janë kon. Të fisëve janë kon. Nuk e ka bëu këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.